Zonja dhe zotërinj, mirë se keni ardhur në këtë aktivitet që organizon shoqata në gjatë Albania, botërore të mirësisë. Kjo ditë na kujton se mirësia është gjuha që kuptohet nga të gjithë, pavarësisht kombit, gjuhës apo bindjeve. Fatkeqësisht ka vende dhe situata ku mirësia mungon, ku zemra ngurtësohet në presionin e izolimit dhe manipulimit. Ne dimë mirë këtë realitet përmes kampit të organizatës MEK, ku për dekada shumë njerëz janë shkëputur nga familjet e tyre, pa dashuri, pa përqafrina, pa ato ndjenësitë njerëzore që të mbanë gjallë. Aty ku mirësia nuk lejohet, aty dashuria quhet dobësi. Por sot këtu ne duam të kujtonim se mirësia është forca më e madhe që ekziston. Ajo që shëron, që bashkon dhe që liron njeriu.